Në takimin me liderët e dy partive shqiptare në Maqedoni, BDI dhe PDSH, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, kryeministri shqiptar Sali Berisha shprehu konsideratën e tij për arritjet që ka bërë partia Ahmetit në ekzekutiv, ndërsa partinë e Thaçit e ka cilësuar si avokate për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë. Unë konsideroj shumë të rëndësishme arritjet në fushën e përdorimit të gjuhës, të flamurit, si dhe zgjidhjet e merituara për disa procese që kanë qenë në thelb më së shumti politike. Mbasi duhet ta pranojmë se marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje jashtëzakonisht rëndësishme për paqen dhe stabilitetin e Maqedonisë mike, por procesi është një proces që ka bërë këtë vend më të lirë, më të drejtë dhe ka hedhë bazat për një bashkëjetesë në liri midis etnive që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Diskutuam edhe për festimet. 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë është festa e shekullit për të gjithë shqiptarët. Akoma kemi shumë punë përpara për të bërë dhe energji dhe kapacitete kemi, por që të gjitha duhet i vëmë në shërbim të marë dhe çështjet që quhen përpara. Para ne shtrohet gjithashtu detyrë e rëndësishme që ishte një nga problemet që kryeministri i Shqipërisë më siguroi që do të na përkrahë edhe më tej për antarësimin e Republikës Maqedonisë në NATO dhe rrugtimin e përbashkët për të qenë të dy vendet tona pjesë e Europës së Bashkuar. Unë sigurova kryeministrin se partia jonë do të jep kontribut maksimal konstruktiv në rrugën e integrimeve drejt NATO-s dhe Unionit Evropian, po të njëjtën kohë nuk do të shënë pe dhe pa ndërprer do të mbrojë të drejtat e shqiptarëve. Ligjerisht, legalisht, ne këtë punë kemi se jemi opozit e shqiptarëve këtu. Sigurisht se në të ardhmen bashkëpunimi do të jetë më i madh dhe duhet kuptohet se Shqipëria mund të jetë vetëm aleati Maqedonisë, asnjëherë kundërshtar. Avokatin që kjo parti si parti opozitare u bën në parlamentin e Maqedonisë dhe më gjerë në institucionet tjera lirive dhe të drejtave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Diskutuam për bashkëpunimin e gjithëanshëm midis dy vendeve tona, gjatë cilën zoti Thaçi dhe partia e tij e mbështesin fuqishëm. Për të përmendur fakti se Berisha gjatë qëndrimit në Maqedoni nuk takoi kryetarin e RDK-s Rufi Osmani, ndonëse partia e tij është pjesë e parlamentit. Arsyetim për këtë nuk ishte. Ndryshe, takimi me Ahmetin zgjati plot 45 minuta, derisa jo me kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi, jo më shumë se 15 minuta. Berisha në takim gjysmorëshe në Shkupë takoi dhe liderin e opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, i cili ka vlerësuar si shumë të mira marrëdhëniet mes dy vendeve, duke theksuar se ekziston mundësia për përforcimin e tyre të mëtejshëm. Crvenkovski gjithashtu tha se pavarësisht se forca që ai udhëheq është në opozit, ajo mbështet çdo reformë që synon integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.